bisedmish, shenjat e horoskopit janë aty. Disa njerëz të thonë jam dem, ndaj jam kokfort, ti je akrep, prandaj je hakmarrës, ose peshorja është më diplomatike. Horoskopi duket sikur ofron një shpjegim për sjelljet tona, për marrëdhëniet, për zgjedhjet. Por pyetja që lind është sa bazë shkencore ka e gjithë kjo, dhe pse psikologjikisht njerëzit lidhen kaq shumë me të. Çfarë është horoskopi dhe zodiaku? Horoskopi dhe zodiaku janë sisteme astrologjike të lindura mijëra vite më parë. Të gjitha bazohen në idenë se pozicioni i yjeve dhe planeteve në momentin e lindjes suaj ndikon në personalitetin, fatin dhe marrëdhëniet. Ka 12 shenja kryesore të ndara sipas datës së lindjes. Astrologët pretendojnë se çdo shenjë ka tipare të veçanta karakteri, pëlqime, sjellje dhe një rrugë të parashikuar në jetë. Po çfarë thot shkenca? Në terma shkencor, astrologjia nuk ka bazë empirike. Shumica e studimeve kanë treguar se nuk ka lidhje statistike mes shenjës së zodiakut dhe tipareve psikologjike apo sjelljeve që i atribuohen asaj shenje. Në psikologji, ne përdorim mjete si testet e personalitetit, për shembull Big Five, MMPI, MBTI, që i kanë standarde mbetjeje, vlefshmëri dhe besueshmëri. Horoskopi nuk ka asnjërin prej këtyre. Në fakt, efekti Forer, e quajtur dhe efekti Branum, shpjegon se njerëzit identifikohen me përshkrime të përgjithshme. Studimi klasik i vitit 1949 tregoi se njerëzit lexojnë përshkrime shumë të gjera dhe mendojnë se u përshtaten atyre personalisht dhe pse ato mund të aplikojnë kudo. Horoskopet janë shembull specifik i këtij efekti. Teksti është aq i gjerë sa pothuajse çdo lexues mund të gjejë veten brenda tij. Po pse i besojnë njerëzit? Kjo është një pyetje e bukur. Nga pikpamja psikologjike, ka disa arsye pse horoskopi na tundon. Nevojë për siguri dhe kontroll. Jeta është e pasigurt. Horoskopi të jep ndjesinë se e di çfarë do të ndodhë nesër, të paktën në një nivel simbolik. Kjo redukton ankthin. Nevoja për identitet. Të thuash jam Luani apo jam Gaforia, të jep një etiket dhe një komunitet me të tjerë që ndajnë të njëjtën shenjë. Kërkimi për kuptim. Njerëzit duan të kuptojnë pse ndihen ose sillen në një mënyrë të caktuar. Horoskopi ofron një shpjegim të gatshëm. Konfirmimi social. Kur miqt, familja apo rrjetet sociale e diskutojnë, edhe ti përfshihesh. Është mënyrë për të bërë biseda, për të ndarë përvoja dhe për të ndjerë pjesë e diçkaje më të madhe. Efekti i vetë përmbushjes. Nëse lexon se do të kesh një ditë të mirë, mund të ndihesh më pozitiv dhe të veprosh në mënyrë që të ndodhë diçka e mirë. Pra, parashikimi realizohet sepse ti e ndryshon sjelljen. Horoskopi si mjet psikologjik. Dhe pse nuk ka bazë shkencore, horoskopi mund të ketë disa përdorime psikologjike indirekte. Njohja e vetes përmes reflektimit. Kur lexon një parashikim, mendon a jam vërtet kështu? Ky proces i vetë reflektimit mund të ndihmojë njerëzit të kuptojnë veten edhe nëse pasqyra është imagjinare. Një formë terapie pop. Disa njerëz gjejnë ngushëllim dhe qetësi emocionale në horoskop. Nuk është ndryshe nga leximi i librave motivues apo marrja pjesë në rituale shpirtërore. Një gjuhë simbolike për marrëdhëniet. Unë jam binjakët, ti je dash. Kjo krijon një lloj harte sociale dhe një mënyrë për të folur për marrëdhëniet që ndryshe mund të jenë të vështira për t'u artikuluar. Pjesa e errët, kur horoskopi bëhet problem. Megjithëse mund të duket i padëmshëm, horoskopi bëhet problem kur përdoret për vendime serioze, punë, martesa dhe shëndet. Shndrohet në fatalizëm, duke menduar se çdo gjë është e shkruar dhe ti nuk e kontroll mbi jetën. Bëhet bazë për paragjykime,
për shembull të mos dalësh me dikë vetëm se është shenja e akrepit. Nga këtë vështrimi psikologjik, kjo lloj varësie nga horoskopi mund të dobësojë aftësinë e vendimmarrjes dhe të zvogëlojë ndjenjen e përgjegjësisë personale. Astrologjia dhe psikologjia moderne, dy gjuhë të ndryshme. Psikologjia moderne fokusohet tek proceset njohëse, emocionale dhe biologjike që mund të maten dhe testohen. Astrologjia fokusohet tek simbolet, mitet dhe lidhjet kozmike që nuk mund të testohen në laborator. Këto janë dy qasje rrënjësisht të ndryshme. Carl Jung, një nga figurat kryesore në psikologji, pati një interes për astrologjinë si gjuhë simbolike. Ai e përdorte ndonjëherë si mjet metaforik për të kuptuar arketipat dhe strukturat e të pavetdijshmes. Por edhe Jung nuk pretendonte se astrologjia është shkencë, thjesht një mënyrë për të komunikuar me botën e brendshme. Po ku qëndron vërtet fuqia e zodiakut? Në fakt, fuqia e zodiakut nuk qëndron tek hyjet, por tek njerëzit. Kur lexon një horoskop, je ti ai që jep kuptim fjalëve. Është mendja jote që e bën të vërtetë. Kjo është arsyeja pse dy njerëz mund të lexojnë të njëjtin tekst dhe ta interpretojnë ndryshe. Pra, zodiaku nuk është një sistem shkencor që të thotë kush je. Është një pasqyrë kur ti sheh atë që do të shohësh. Dhe kjo pasqyrë mund të jetë e dobishme si metaforë, por jo si hartë e saktë. Po çfarë do të mësojmë ne si psikolog, bëhet fjalë. Nga një pikpamje praktike, psikologët mund të përdorin këtë fenomen për të kuptuar më mirë besimet, motivimet dhe pritshmëritë e klientëve. Në vend që ta gjykojë si budallallëk, mund ta shohin si një dritare të sistemeve të vlerave dhe mekanizmave të përballimit. Respekt për bindjen e individit. Nëse një klient beson te horoskopi, kjo mund të jetë pjesë e identitetit të tij. Edukimi mbi mendimet kritike. Psikologu mund të ndihmojë klientin të dallojë mes simbolikës së dobishme dhe besimeve kufizuese. Shfrytëzimi i simbolikës për ndërgjegjësim. Shenjat mund të shërbejnë si piknisje për biseda mbi emocionet dhe marrëdhëniet. Dhe si përfundim, zodiaku një mit modern. Zodiaku është më shumë kulturë pop se sa shkencë. Ka një rol të padiskutueshëm në psikologjinë popullore dhe në mënyrën se si njerëzit e shohin veten dhe botën. Por nuk ka prova që yjet apo planetët të ndikojnë realisht në karakterin ton. Nga ana tjetër, dëshira për të gjetur kuptime, për të ndjerë pjesë e diçkaje më të madhe dhe për të pasur siguri është krejt njerëzore. Horoskopi e plotëson këtë nevojë. Nëse e përdorim si argëtim dhe si metaforë për vetë reflektim, mund të jetë i padëmshëm, madje edhe i dobishëm. Por kur e ngatërojmë me shkencën apo e përdorim si vendim etik, atëherë kthehet në pengesë. Pra, përgjigjja e shkurtër. Zodiaku nuk ka bazë shkencore, po ai ka një ndikim të fortë psikologjik, por vetëm sepse ne i japim këtë ndikim. Miq, këto do të thosha në këtë video. Ju falenderoj për vëmendjen. Nëse dëshironi mund të bëni komentet tuaja, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tim për të marrë video tjetër pas here. Edhe në videon tjetër. Miru takofshi.